Shkodra është kthyer për 3 ditë në një qendër të rëndësishme të librit dhe kulturës, me çeljen e edicionit të dytë të Panajirit të librit, Libri të Ban të Lirë, i organizuar në Odenonin e hapur të famullisë Zoja Shkodrës. Aktiviteti ka mbledhur autor, studiues, botues dhe dashamirës të leximit, duke sjellë në qytet një atmosferë të pasur kulturore dhe letrare. Në ceremoninë hapse, Don Vlash Palla i vlerësoi rëndësinë e këtij panajiri si një mundësi për të afruar më shumë qytetarët me librin, kulturën dhe debatin intelektual, duke konsideruar atë një hapësirë të nevojshme takimi mes autorëve dhe publikut. Me shumë gëzim ju mirëpresim në strehën e katedrales, kësaj shtëpie të madhe të qytetit ton, e cila në këto ditë do të shndrodhet në një vend takimi, shfletimi, meditimi dhe bashkëndarje të virtyteve intelektuale, e gjitha kjo fal edicionit të dytë të Panajirit të librit. Sekreti i një jete të jetuar denjësisht, me duket se fshihet tek simbioza mes arsyeve të zemrës që kërkojnë me dasht dhe tek ato të mendjes që kërkojnë gjithmonë me njohë. Ashtu si vetë jeta, edhe qyteti jon ka nevojë për përmbajtje e jo shumë për fasada. Qoftë ky panajir një mundësi e përbashkimit, zbulimit dhe dritet, ku çdo faqe e lexueme të jetë një hap drejt dijes, drejt tjetrit dhe drejt tejtnatit Zot. Pjesa e aktivitetit ishte edhe studiuesi arbëresh Mateo Mandala, i cili foli për lidhjet historike dhe kulturore mes arbëreshëve dhe Shkodrës, si dhe për rolin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, që ka pasur në ruajtjen e identitetit kombëtar ndër breza. Ideja ishte ajo të krahasoja sëmundjen europiane që quhet parizianizmi me shkodranizmin. Këtë ide ka shpikur një komediograf francez me lindje në Shën Petersburg, quhej Sasha Guitry, një tip genial, i cili mendonte që vetëm një shqiptar mund të ishte parizian, në kuptimin që mund të adaptohej me kulturën e Parisit. Nga idoli kjo ide, Sasha Guitryt, me thënë drejtën, nuk e ka kuptuar askush deri më sot. Por jam i sigurt që po të kishte njohur arbëreshët, Sasha Guitry do të kishte thënë që vetëm një arbëresh mund të jetë shkodran, në kuptimin mund të ndjek shkodranizmin. Ndërsa shkrimtari dhe studiuesi Stefan Çapaliku u ndal tek sfidat që po përjeton sot libri dhe leximi, duke cilësuar panajirin si një hapësirë të domosdoshme reflektimi dhe diskutimi për kulturën në qytet. Po jetojmë një kohë ku krize, ku qyteti ynë i dashur, qyteti në të cilin ka lind letërsia, qyteti ku ka lind libri, ku kanë lind bibliotekat e para, ku kemi pas libraritë e para, është në krizë. Shkodrant nuk kanë librari, shkodrant nuk kanë një vend ku të hynë dhe të mund të shohin prodhimin libror shqiptar. Shkodrant nuk kanë një vend ku të dinë se ku me harxhu 10.000 lekëshin e vetëm që kanë nda për librin. Përgjatë ditëve të panajirit janë parashikuar promovime librash, ligjërata, diskutime letrare dhe aktivitete të tjera kulturore me pjesëmarrjen e autorëve nga Shqipëria dhe vende të ndryshme. Edicioni i dytë i panajirit, Libri të Ban të Lirë, do të mbyllet më 30 maj në ceremoninë e ndarjes së çmimeve për fituesit e këtij viti.